Gurthemeli për 10 kilometrat e fundit të rrugës Shkup-Blac u vendos sot në praninë e kryeministrave Kristian Mickoski dhe Albin Kurti, drejtuesve shtetëror të Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe Belgjit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski e përshkroi nisjen e punimeve si një moment historik. Mickoski deklaroi se ky projekt po shndrohet në realitet nga qeveria e udhëhequr prej VMRO-DPMN-s Vlenit dhe Znamit. Sipas tij, ndërtimi i rrugës ishte një nga zotimet e dhëna në fillim të mandatit dhe një ndër prioritetet kryesore të qeverisë. Ai shprehu pritjen që punimet në terren të avansojnë ndjeshëm dhe projekti të përfundojë në kohë rekord. За сите нас е историски проект кој што во вистинска смисла на зборот историски изминативе повеќе од 2 децении ни беше представуван дека само што не почнал да се реализира, но еве денеска сите сме овдека присутни сведоци на почетокот на реализацијата на овој проект, нешто што оваа влада го имаше како свој приоритет пред нешто повеќе од 25-26 месеци кога беше избрана во Македонското собрание. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se aksi i ri do t'i afrojë edhe më shumë Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe qytetarët e të dyja vendeve. Ai vlerësoi se rëndësia e projektit shkon përtej përmirësimit të infrastrukturës. Autostrada Shkup-Blac me 5 tunele, 8 ura e 4 galeri do ta forcojë shumë më tepër lidhjen infrastrukturore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë Veriut. Por rëndësia e saj shkon përtej infrastrukturës. Përveç se do shkurtohet distanca, do të lehtësohet lëvizja dhe do të krijohen mundësi të reja bashkëpunimi për qytetarët dhe ekonomitë e dy vendeve tona. Ne jemi 2 shtete që kanë qarkullim të lartë të qytetarëve në të 2 anët e kufirit. Familjet, studentët, punëtorët, profesionistët dhe bizneset tona lëvizën çdo ditë mes Kosovës dhe Maqedonisë Veriut.